Kreu i nismë social-demokrate Fatmir Limaj ka thënë se kanë qenë të gatshëm si parti që me 3 votat e asaj të ndërtojnë qeverinë me kampin opozitar, siç tha ai, pa u bërë fare pjesë e saj. Ai në jehona politike tregoi në detaje për ofertën që i ka bërë Partisë Demokratike të Kosovës në këtë drejtim. Jam takuar me kryetarin e partisë më të madhe tashmë, ish opozitare PDK-s, membri Krasniqi, dhe në takimin e parë një javë pas zgjedhjeve i kam ofruar bashkëpunim, duke thënë që nisma është e gatshme t'i jap 3 vota në shërbim të ndërtimit të një qeverie nga kampi opozitar. Ju i keni votat tona. Ne nuk jemi të interesuar me marrë pjesë në qeveri, duam t'ju japim një shans që me partnerin tjetër më të madh të provoni të ndërtoni një qeveri të opozitës. Llogarisni në votat tona, ne nuk duam të marrim pjesë në qeveri, tregoi Limaj, ti ke thënë kreu të PDK-s. Nisma nuk do të provokojë zgjedhje, Nisma nuk është e interesuar me 3 vota me marrë një përgjegjësi, me dërguar vendin në zgjedhje sepse nuk na takon. Ne jemi parti e vogël, nëse nga ana juaj nuk ka një ftesë, atëherë do t'i përgjigjemi ftesës nga partia e parë, nga kryeministri në detyrë. Unë kam pritur deri në 2 ditë para konstituimit të kuvendit, nuk ka pas asgjë serioze nga kampi opozitar. Sigurisht ka pas përpjekje, por asgjë serioze, shtoi ndër të tjera Fatmir Limaj. Në hapje të fushatës për balotazh, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se si kryeministër nuk do të ndaj fonde për kryetar komunash që sipas tij nuk punojnë mirë apo vjedhin. Ne kemi premtuar dhe do ta mbajmë fjalën, 1 miliard euro investime nëpër komuna dhe për komunat, por ju e dini, unë nuk e jap buxhetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetar të cilët nuk dinë të punojnë mirë, apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata që nuk dinë e nuk duan punën, e as ata që dinë e duan të vjedhin. Me ata nuk ka investime as zhvillim, siç nuk ka pasur për 20 vite pas luftës, tha Kurti. Deklaratat e tij kanë nxitur reagime të menjëhershme nga kundërshtarët politik. Kryetari aktual i Prishtinës, Parim Rama, ka cilësuar këtë qëndrim si kërcënim shtetëror ndaj qytetarëve. Deklaratat e Albin Kurtit janë kërcënim i hapur ndaj demokracisë dhe qytetarëve të Kosovës. Askush nuk ka të drejtë t'i friksojë qytetarët me buxhetin e tyre. Paratë publike nuk janë pronë e Kurtit as e ndonjë partie, janë pronë e popullit të Kosovës. Kurti po i përdor investimet shtetërore si mjet shantazhi elektoral. Kjo është e turpshme, e rrezikshme dhe në kundërshtim me çdo parim demokratik, ka shkruar Rama në një reagim në Facebook. Ai shtoi se si kryetari i Prishtinës nuk do të hesht përballë një mentaliteti autokratik që ndan qytetarët në tanët dhe të tjerët. Edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku reagoi ndaj fjalëve të Kurtit, duke i cilësuar ato si përpjekje për bllokim politik. Nuk do t'ju vijë rendi të ndalni asgjë, nuk do t'ju vijë rendi të bllokoni më asgjë. Me një Prishtinë që po ndriçohet si asnjëherë më parë nga LDK dhe qeverisja jon këtu, le ta nisim javën e madhe të balotazhit. Të dielën më 9 nëntor, Prishtina flet e para dhe i jep përgjigjen e madhe krye populistit që vetë bllokim e kërcënim për bllokim nuk ofron asgjë tjetër, ka shkruar Abdigjiku.